Opozita në Shqipëri është në një dhunim konstant të drejtave të saj kushtetuese. Dhe kjo është e njohur tashmë ndërkombëtarisht. Kjo është e sankcionuar në dokumenta ndërkombëtare. Edhe njerë duhet të qartësoj. Absolutisht nuk kemi asnjë kundërshtim për marrëveshjen. E mbështesim plotësisht. Mbështesim plotësisht kërkesën e presidentit Donald Trump për rritjen e shpenzimeve për çështjet sigurisë. Koha i dha atij 100% të drejtë. Partia Demokratike qëndron si forcë politike që ka antarësuar Shqipërinë në NATO, qëndron prapa çdo përpjekje për të mbushur detyrimet tona ndaj NATO-s. Por Edi Rama kërkonte ta përdor këtë marrëveshje për dhunimin e të drejtave për dhunimin e radhës të drejtës kushtetuese të opozitës. I pa fytyrë, i pa moral. Primitiv dhe delinkuent siç është. Ndonë se kryetari i parlamentit ra dakord me propozimin, kërkesën tonë për respektimin e kushtetues, pra për votimin, në afatin kushtetues që ishte dita e premte. Ai urdhroi me çdo kusht votimin, pa lezuar, kundërshtim me afatin kushtetues. Duke besuar se në këtë mënyrë do fitoj pikë dhe më shumë. Do blej influencë politike për vetën e tij dhe për sulmua opozitën. Opozita, edhe një herë, në çdo kohë e mbështet marrëveshjen, mbështet synimin e marrëveshjes, termat e saj. Por opozita nuk mund të pranojë që kjo të ndodhë duke shkel ajo mbi të drejtat kushtetuese të veta. Kjo është e bën bashkëfajtore opozitës në dhunimin e kushtetutës. Dhunim i evidentuar, ka një vendim gjykatë kushtetuese për këtë çështje. Ka një përcaktim kushtetuta. Nuk është hedhur marrëveshja në gjykatë, absolutisht. Është hedhur procedura, jo kushtetuese e përdorur për miratimin e saj. Po marrëveshjen, në terma kushtetues, ne votojmë në çdo kohë.